duket që gjithmonë më pak, gjithmonë më zbet, po flitet për Ukrajinën. Pra, a ka një marrëveshje sekrete midis Trumpit dhe Putinit? Duket se ka, pavarësisht se nuk është artikuluar, në kurisë të Ukrajinës, pra, se thuash, apo kërkohet dorëzimi gradual i Ukrajinës dhe përparimi i Rusisë, pra se thuash, do kemi një vit darse midis Bashkimit Evropian që vazhdon e mbështet, po jo aq sa Ukrajina do të donte, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është pikpyetja parë zoti Shala. Që ka diçka zhej u duke dhe në deklaratën përfundimtare të samitit të NATO-s, domethënë ku nuk isha këmbgulje për Ukrainën siç ishte në deklaratën e një viti më përpara. Gjithsesi, pas samitit ose në fund të samitit, jo si pjesë e deklaratës, po lideri, sekretari i përgjithshëm i NATO-s e këmbguli edhe një herë dhe deklaroi që Rute deklaroi që Ukraina ka vendin në NATO, pak a shumë domethënë, do të mbahet gjithmonë qel rruga e Ukrainës për në NATO. Kuptohet që kjo pastaj nuk është kaq e thjeshtë. Po deklarata e Vladimir Putinit që tha çështja e Ukrainës është çështje ruse. Çështja jon, pastaj është Rusi. Normalisht mos jemi në ato parametra. Interesante ishte përpjekja që bëri Vladimir Putini për t'i ofruar negocim Trumpit për çështjen iraniane. Dhe Trumpi në farë mënyrë edhe e deklaroi atë që i tha që unë kam nevojë të negocojmë bashkë për Rusinë, jo për Ukrainën. Pati një takim në Bruxelles. Trumpi tha zgjidh problemet me Rusinë, pastaj mos merr me Pati një takim midis Zelenskit dhe presidentit Trump, nuk u dha shumë informacion në media se çfarë është diskutuar, vetëm se është një informacion që ka rrjedhur është kjo që ka kërkuar të blejë raketa si duket municiona raketa nga këto Patriot. Pra, dhe nuk e di nëse ndoshta pati një moment emocionues një gazetare që kishte të shoqin burrin në luftë, i bëri një pyetje aty dhe ai tha do t'i japim, por edhe mund të mos i japim ose do t'i japim një pjesë sepse kemi nevojat tona. Pra, kjo mund të ishte edhe një mesazh për Putinin që nëse nuk do ulet në tavolinën e bisedimeve, Shtetet Bashkuara të Amerikës do vazhdojnë ta furnizojnë Ukrainën me armë.